Një ditë pas deklaratës së Partisë Demokratike për mediat, edhe policia e Peshinit ka zbardhur detaje nga akuzat e opozitës për ndërhyrje të paligjshme në zgjedhje. Në deklaratën për mediat thuhet se pas njoftimit, agjentët mbërritën në fshatin Peshkish, ku u sekuestruan materialet. Në lokalin e shtetasit DB, janë gjetur dhe sekuestruar 10 fletë të ngjashme me fletët e votimit të paplotësuara, të dyshuara, të falsifikuara, si dhe një listë emërore e zgjedhësve. Gjithashtu, është sekuestruar portofoli i shtetasit DB me 280.000 lekë. Mëtej, gjatë kontrollit në banesën e shtetasit DB, janë gjetur një pushkë e vjetër trofe dhe një pistolet zhurmuese sportive, thuhet në deklaratë. Procedimi ka nisur nën akuzën për falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve, dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive. Partia Demokratike akuzoi të njëjtën se në bar kafenen e kryeplakut të fshatit Dervish Beqiri ka pamflet votimi dhe material të tjera, duke theksuar se në këtë mënyrë faktuan zbatimin e asaj që quhet treni bullgar në favor të Partisë Socialiste. Po ti bëllë telefonin, po ka